Përshëndetje, mirë se vini, flasim hapur në Durrës Lajm. Pyetja që ka shoqëruar njerëzimin për 6.000 vite qytetërim është nga vime kush jemi dhe ku po shkojmë. Shkenca është munduar t'i japë përgjigje dhe përfundimi ka qenë jemi thjesht një aksident. Filozofia vazhdon të bëj të njëjtën pyetje për ta hulumtuar pa i dhënë përgjigje. E vetmja që mund t'i japë përgjigje kësaj pyetje ekzistenciale dhe thelbësore për jetën e çdo njeriu është besimi, teologjia. Ne vim nga Krijuesi, vim nga Perëndia, misioni ynë jemi këtu për t'i shërbyer atij dhe ku do shkojmë do kthehemi tek ai. Për të folur për Zotin, besimin, ku po shkon njerëzimi sot, kemi të ftuar Zotin Miron Çako, teolog. Zoti Çako, faleminderit që jeni flasim hapur. Kënaqësi për mua. Zoti Çako, Zoti besimi. Si manifestohet hyjnorja ditët e sotme në këto ditë vështira për njerëzimin në fakt? E thatë dhe ju dhe fillojmë nga fundi pyetjes tuaj, ditët të vështira. Thot Apostulli Pavli 2000 vjet përpara se ditët janë të këqija. Po. Mendo tashti kur ka kaluar dhe 2000 vjet tjera sa të këqija bëhen këto. Fatkeqësisht njerëzimi nuk do kalojë në progres. Por sipas gjithë shikueshmërisë së Perëndis, kjo dhënë pasaj në dëshmi profetike, në shkrimin e shenjtë, tek profetët, tek apostujt dhe tek shenjtorët, njerëzimi do kalojë në një dekadencë. Dhe kjo dekadencë do kulmojë pastaj me periudhën më të keqe që do kalojë njerëzimi, shoqëria njerëzore, që quhet periudha antikrishtit. Ne kemi hyrë në shenjat apokaliptike, të cilat janë shenja që paralajmërojnë ardhin e antikrishtit që do parapri ardhin e dytë të Krishtit. Kështu që jemi në një kohë të vështirë ku do kemi një sfazim të shoqërisë njerëzore, sidomos do të ri kundra vlerave hyjnore, moralit hyjnor dhe mendësisë. Atë çfarë ju tha dhe në fillim të bisedës sonë, që ne nuk jemi një aksident. Pavarësisht se përpiqen sot ta quajnë një evolucion që një njerëzore nga majmuni tek njeriu, që është një utopi, por qenia njerëzore nuk është një kafsh, qenia njerëzore është krijuar nga Perëndia drejt për së drejti, sipas ikonës Perëndis, që do thotë që ne kemi atribute hyjnore, kemi inteligjencë, kemi aftësi për të dashur dhe kemi liri për të zgjedhur. Dhe kjo na bën neve jo vetëm të veçantë, por edhe të përgjegjshëm, sepse varet si do ta përdorim lirinë. Dhe aq më tepër Zoti na ka dhënë potencial të bëjmë dhe të ngjashëm atë. Por këtu është brenda lirisë son. Çdo njeri sipas ikonës, se ngjashmëria është zgjedhja jon. Dhe tani fatkeqësisht ky brez po eksperimenton duke e quajtur hyjnoren diçka të rëndomt ose diçka një aksesor që nuk është i domosdoshëm, sepse zhvillimi teknologjik sot i ka krijuar këtij brezi një farë egocentrizmi, që ai mendon se është i vetë mjaftueshëm dhe mund t'i zgjidhë vetë problemet e jetës. Por kohë do na vërtetoj, siç ka vërtetuar dhe brezat e tjerë, që do kthehemi në një bumerang, sepse Krishti thot një fjalë, pa mua nuk bëni dot asgjë. Le të shikojmë Evropën, se çfarë vendi është bërë sot, një vend konfliktual, një vend që ka pasiguri për të nesërmen, një vend që mendon se mund ta zgjidhë paqen duke nxitur luftën. Por pse Europa po arrin këtu dhe ne që jemi pjesë e Europës? Sepse po largohen vlerat morale të krishterimit 2000 vjet përpara, dhe nëse Europa ka deri më sot qytetërim, e ka që kur krishterimi hyri brenda Europës, brenda perandorisë romake, dhe kur perandoria romake me Konstantinën e Madh, që kemi dhe nga Iliria, u bë një vend i krishterë. Dhe ato vlera morale ngritën qytetërimin evropian. Por kur sot ato vlera morale po anashkalohen dhe fatkeqësisht po ligjërohen denaturalitete, atëherë tregon se ky brez
po shkon drejt tek gandetës. Por Zoti nuk e heq dorë nga njeriu. Pavarësisht se njeriu ri kundra Perëndis, sepse Zoti është dashuri dhe nuk kushtëzohet dashuria e tij nga veprimet tona. Çështja është që neve kemi pasoja e kësaj revolte ose të qëndrimi kundra dhe ndesh Perëndis. Por Perëndia është i kudo ndodhur, ai që ka sy për të parë dhe vesh për të dëgjuar. Po, do të mbetëm këto, sepse ju artikuloni shkëlqyeshëm. Përpiqje, me hirën e Zotit. Bisedën së bashku ne mund të kalojmë në nivele jashtëzakonisht shumë të larta, ju siguroj për këtë. Po. Por më intereson mua, edhe juve, sigurisht, që dëgjuesi, ndjekësi i thjesht të kuptoj Zoti ku është. Po. Si ta shoh, si ta prek, si ta ndjej, si ta besoj. Zoti është i prekshëm, i dukshëm në krijimin e tij. Okay. Një njeri i cili është i logjikshëm, kur shikon një krijim që është unik këtu në tokë, duke parë universin, qiellin, tokën, gjithçka që e përmban dhe vetë qenien tonë njerëzore, atëre patjetër del pyetja kush i krijoi. Po. Asgjë nuk del nga hiçi. Gjithçka është asgjë është ex nihilus, që quhet. Po. Asgjëja nuk del nga diçka. Po, diçka, bravo. Pra, logjika të çonte një dikush. Ky dikushi, teologjia e vënë emrin Perëndi. Po. Prandaj, edhe pse nuk e parë Zotin si qenien në një vegim, ose nuk e dëgjuar ndonjëherë për atë, logjika ty të çon se patjetër mbrapa këtij krijuesi ka krijese, ka një krijues. Ashtu siç shkon në një ekspozit dhe ti shikon vepra arti, dhe ti asnjëherë ndoshta nuk e shikon autorin, sepse ai s'mund të jetë aty prezent ose është larguar nga kjo jetë, por vepra e tij të çonte autori, kështu dhe ne duke parë krijimin i japim lavdi krijuesit. Prandaj, thot Apostulli Pavli në letrën e tij, askush nuk mund përligjet për pabesinë e vet, sepse vetë krijimi na tregon fuqinë dhe ekzistencën e krijuesit. Madhështinë e krijuesit. Bravo. A është ADN-ja krijim inteligjent? Unë e di përgjigjen, po patjetër, ADN-ja ADN-ja nuk mund të jetë një rastësi. Është formulë inteligjente. Po, është formulë inteligjente për treguar se kjo inteligjencë që kemi neve në veten tonë, mendo çfarë inteligjencë është ai që ka krijuar atë. Prandaj, është një shprehje biblike për ata që nuk besojnë. Tha i marri në veten e vet nuk ka Perëndi. Domethënë, një njeri që nuk beson se ekziston një krijues, i lëm të ligjet morale, po si një krijues, atëherë ai nuk funksionon normalisht. Po flasim pak për liberatio, lirin, çlirimin. Po ju nxis pak. Çfarë tragjedie të besosh që e vetmja shpresë dhe arme që ka një qenie njerëzore është eshtrat e tij apo të saj në varr. Po. Dhe aty mbyllet gjithçka. Filozofikisht nuk shkon. Kemi 6.000 vite që merrem me filozofinë, nuk shkon. Pra, ka një qëllim, ka një arsye, ka një kuptim gjëja, ndërkohë besimi që unë vi kam ardhur në mënyrë aksidentale, Big Bangu, dy gjëra që përplasën dhe erdha unë, pa qëllim, pa mision, jetoj një jetë ta shtyr disa vite dhe përfundoj në eshtra në grykën e varrit. Kjo është, në qoftë se kemi këtë mundësi ose këtë përqasje ndaj jetës, kjo është fataliteti më i madh i natyrës njerëzore. Kjo është arsyeja që shumë njerëz që kanë këtë mundësi, si them ateiste që mohojnë ekzistencën e një krijuesi dhe materialiste që mendojnë se qenia njerëzore është thjesht materie, atëherë ata përligjin çdo veprim për të shfrytzuar kohën brenda hapësirës që të përligjin çdo kënaqësi sepse thonë që kaq është jeta. Dhe këtu justifikohen të gjitha mëkatet, pasionet, krimet, tragjeditë njerëzore, sepse jeta kjo është dhe thjesht njeriu është një kafshë që jeton brenda një xhungle, që më i forti do të sundoj më të vegjëlit dhe kap çat kapësh, përfito çat përfitosh, por nuk është kjo. Po jo, po sërish bien pre e këtij besimi të rrem, sepse ju thatë që kjo legjitimon pra jetën, gjatë jetës së tij apo të saj, të gjitha këto shkelje,
dhe shfrenim, pra, kanë rënë në grask sepse duan të bjenë jo në fakt, respektojnë ligjin, kanë ndërgjegjen, nuk vrasin, nuk urrejnë shumë prej tyre, pavarësisht se mund mos besojnë. Po. Po ndërgjegja brendshme nga ka ardhur. Prandaj, shumë e drejtë. Do me thënë, që askush nuk mund të thotë se qenia njerëzore është aksidentale, sepse thamë asgjë nuk del nga hiçi. E dyta që nuk ekziston një krijues, sepse është krijimi përballë nesh. E treta, brenda nesh, me që e përmendet, kemi ndërgjegje. Ndërgjegja është diçka që nuk varet nga ty dhe nga unë. Është zëri i Zotit brenda nesh, gjykatore, e cila të përgëzon kur ti bën një veprim të mirë, duke filluar me mendime, fjalë dhe vepra, dhe të gjykon, madje të torturon kur ti bën një veprim të keq. Ndërgjegja ka bërë që dhe kriminalët të cilët kanë bërë një krim në një vend padukshëm, në mes të mpyllit, mes detit, i ka bërë të shkojnë të denoncojnë krimin e tyre, sepse i ka torturuar ndjesia e faj. Pra, edhe ndërgjegja është një një shkak për ne që ne të besojmë se ekziston, përveç një krijues, ekziston dhe një gjykatës. Kështu që qenia njerëzore nuk mund ta quajë veten në fatalitet se është një kafsh, dhe ka jetën këtu, por qenia njerëzore ka një dimension tjetër dhe ka një qëllim tjetër. Pra, ne kalojmë në 3 stade të jetës. Stadin embrional që kemi kaluar të gjithë, që është një periudhë kohore 9 mujore dhe një habitat, një placent e mbyllur. Kalojmë në stadin kohë dhe hapësirë që jemi tani, dhe këtu jemi brenda një placente të madhe, dhe koha këtu është relative. Në stadin e parë ishim për të përgatitur si qenie fizike dhe psiqike, psikosomatike, themi, shpirt-trup. Stadi i dytë që jemi tani është për të formuar në gjendjen e karakterit, pra moral. Stadi i tretë, që është jeta e përjetshme, është që ty të hysh në një dimension të përjetshëm, por sipas përgatitjes që bën në kohë dhe hapësirë. Prandaj, jeta njerëzore nuk mbaron në një varr me një qiparis sipër kokës tënde. Vdekja për ne dhe për gjithë historinë e njerëzimit ka qenë një portë për ty në dimensionin e përjetshëm. Kur njerëzimi nuk e ka dyshuar këtë, pavarësisht teorive ateiste që dolën, po këto janë teori që dështuan sepse historia, faktet arkeologjike, por dhe dëshira që ka njeriu që mos të mbasi në një varr, tregon që njeriu ka një dimension tjetër përjetshëm. Dhe teologjia tani nuk të lë në mjegullnaj, po tregon rrugën për të shkuar në dimensionin e përjetshëm. Do të thënë të takosh Zotin, se Zoti është një krijues, është dhe gjykues, është dhe shpërblys. Dhe çako, cila është kjo rrugë për shkuar tek Perëndimi? Rruga e besimit. Besimi ku? Besimi në një Zot që të krijoi me një qëllim dhe do të gjykoj. Dhe besimi nuk është diçka që është ide kufizuar, siç thuhet në kohën e ateizmit, komunizmit. Do me thënë ka njerëz me ide të kufizuar. Ose feja është opium për popujt. Jo, se ka akoma njerëz që kanë të mundësi. Sepse akoma nuk kemi shkëputur nga një eksperiment që bën. Dhe kemi pa të mundësi, pavarësisht se mund të kenë ndryshuar pak staturën. Çështja është që besimi është qisa e 6. Pra ne kemi 5 qisa, si njerëz zakonshëm. Besimi është shqisa e 6. Është kur ti shikon me sytë e mendjes. Shikon përtej asaj që shikon sytë fizik. Pra besimtari është njeri më inteligjent dhe më i ditur se njerëz që quhen të zakonshëm. Cila është formula, t'ja themi ndjekësve? Formula është të vije mendje në punë. Po ta vësh mendje në punë, mendja do të çojë te krijuesi dhe lejoje Zotin që të gjej. Nuk jemi ne që e gjejmë Zotin. Por Zoti na kërkon dhe na gjen ne. Çështja është se ne nuk e pranojmë. Është një shprehje biblike, miku im, që thotë, e thot Krishti, unë trokas në çdo derë. Dhe këtu e ka fjalën në të derë shtëpisë, po të derë zemrës. Në qoftë se ti do hapësh portën e zemrës time, portën e zemrës tënde, unë do ty tek ty, do atë dark me ty dhe ti me mua. Do me thënë. Do kuvendojmë. Bravo. Zoti hyn në jetën tonë, në lirinë tonë, sepse porta jonë e ka dorezën nga brenda. Nuk ta hap ai,
sepse Zoti na ka krijuar të lirë. Ai troket, ti duhet ta hapësh, dhe kur Zoti vjen në jetën tënde, nuk vjen të sundoj si një sundues dhe ti një skllav. Ai ulet në një dimension me ty, pra pur ulet. Prandaj edhe për ne Zoti është bërë njeri në personin e Jezu Krishtit dhe flet në një rrafsh. Kush ulen në tryezë bashkë? Ulet prindi me fëmin, ulet vllai me vllajin, ulet miku me mikun, shoku me shokun. Pra, shikoni çfarë dimensioni na ngër Zoti neve. Kjo është çështja do apo s'do ti. Ata që kanë dashur e kanë provuar këtë dhe nuk janë penduar asnjëherë që kanë hapur derën. Kur Zoti ka trokitur zemrën e tyre. Të gjithë troket. Ka dhe një shprehje tjetër, unë jam drita e botës, që drejtoj çdo njeri që vjen në këtë jetë. Çdo qenie njerëzore që ka inteligjencë, dhe gjithë kemi inteligjencë, edhe foshnja, si thot atje, dhe ti i urtëson foshnjët, pra dhe foshnja ai njeh Zotin, edhe ai pa ditur e njeh Zotin, sepse Zoti ka aftësi që të bëhet me të gjithë ne ashtu si ai na përshtatet ne. Kjo është më së vërtet duke konsideruar një fakt njerëzor, që edhe njerëzit më skeptik dhe më zemër ngurt, në momentet më të vështira, kanë rritur syt nga qielli apo kanë ulur kokën në lutje, të lutem Zot më shpëto këtë familjar, këtë të dashur, apo veten time kur dikush prej tyre ka qenë sëmur. Kjo ndodh pse? Egocentrizmi ynë është, si them, një mbyllje në vetvete, futja në një kull. Ku neve ndjehemi të fortë fizikisht, të zgjuar intelektualisht, që pavarësisht s'dim asgjë, si ata Sokrati unë di një gjë që s'di asgjë. Ata që s'di asgjë. S'di asgjë, por ata që mendojnë se di. Në fakt kjo është shpreha më zgjuar e epokave. Po, ata që mendojnë se din. S'din asgjë. Kur vinë në realitetin që nuk janë të vetëmjaftueshëm, pra nuk shpëtohen nga vetja, nuk shpëtohen nga tjerët, nuk shpëtojnë dot as edhe një gjë në kishën e tyre të vogël. Bravo, atëre del pastirma nga brenda, sepse farën e besimit Zoti e ka mbyll te çdo njeri, se çdo njeri është krijuar sipas ikonës Perëndis. Për shembull, neve edhe në jetën tonë mund të ketë histori që nuk i njohim prindrit. Pra na kanë braktisur prindrit ose na kanë ndruar jetë. Fëmia, edhe pse nuk i ka parë kur prindrit, instinktivisht ai e kërkon prindin. Edhe neve, edhe pse nuk e kemi parë krijuesin, e kemi brenda instinktivisht farën e besimit që kërkojmë krijuesin, që ndodh ajo që dhe ateisti më i madh, që është gafurur, ta themi në fjalë popullore, gjithë jetën kur aty ai bien poplat e tij dhe thotë që unë s'mund shpëtoj nga vetvetja, tharret o Zot. Kështu ndodhi me Voltairin. Voltairi që ne e mbajmë si një nga ateistët që bën revolucionin francez. Voltairi, edhe pse i nxiti turmat kundër, sa aty filloi edhe rënja e Evropës, aty filloi dekadenca. Në fund jetës ai kërkoi Zotin. Por nuk e linin bashkëpunëtorët e tij, sepse se do shbënte gjithë. Bravo. Dhe ai i thoshte largoni prej meje, çfarë fame ju po më përgatisni mua. Dhe infermierja që ishte Voltairi thoshte, kur nuk dua të asistoj në vdekjen e një ateisti, sepse ishte një vdekje të mëshme. Zoti Çako, ju përmendet Jezu Krishtin. Figurë historike, reale, sa jes e një personazhi i cili përçon mesazh paqeje apo urtësie. Po. Hynia e tij, kush ishte Jezus Krishti? Neve sot jemi vitin 2025 mbas Krishtit. Do me thënë, flet për një person që ndryshoi historinë e njerëzimit. Kjo është e padiskutueshme. Padiskutueshme. E pranon. Le të futemi, ne kemi shkencën e historisë. Në histori. Kemi shkencën e arkeologjisë, të cilën na tregojnë për ngjarje që kanë ndodhur përpara nesh. Dhe ne i besojmë këto shkenca. Patjetër. Dhe shkencë nuk po flasin për Biblën, për teologjinë, që flet për Jezu Kristin si një person hyjnor dhe njerëzor. Kemi fakte historike, arkeologjike, që na tregojnë se ka ekzistuar ky person fizik, pra si njeri i flasim. Këtë nuk e dëshmojnë vetëm ungjillorët, 4 ungjillorë që janë 4 dëshmimtarë. Jo ungjit, jo veprat e apostujve, por e dëshmojnë kundërshtarët e Krishtit. Historikisht Krishti ka jetuar në kohën kur Perandoria Romane kishte pushtuar Izraelin, te Jeruzalemi.
Dhe ishte një guvernator historik që njihet në analet historisë dhe të përëndërshme, guvernatori Ponti Pilat. Dihet kë. Edhe Herodi, mbreti Herodi e gjitha, dhe janë gjithë historik si personazhe. Madje janë gjetur edhe në gërmimin e arkeologjisë artefakte që tregojnë për Pontin Pilat e gjitha. Patjetër. Por kemi edhe persona të cilët ishin jo të krishterë, si Josip Flavio, që ishte një historian jude i kthehur në shtetas romak, që shkruajti për Krishtin. Taciti, po ashtu ishte një romak, që ishte bashkohës me Ponti Pilatin, të cilët shkruajtën se Ponti Pilat dënoi në kryq një person që quhej Krishti dhe që e quanin nxënësit e tij si perëndi. Ose Josif Mirthash e thotë që ai ishte një njeri i moralshëm, bëri shumë mrekulli dhe kishte shumë pasues. Dhe madje se kam lexuar, i cili thot nëse mund të quhej njeri. Nëse mund të quhej njeri, sepse fama e tij ishte dishepujt e tij besonin që ishte hyni dhe ai u ringjall prej të vdekurve. Dhe kjo është shkrimi i saktë historik që është më thelbësori për vërtetësinë e Krishtit, për natyrën e tij hynore dhe për ringjalljen, sepse krishterimi me sa di nuk vlen nëse nuk përmendet ringjallja. Nëse Krishti nuk është i ngjallur, thot apostulli Paul, besimi në shikot. Por kemi edhe artefakte arkeologjike. Konkretisht, sot kemi një varr bosh në Jeruzalem, që njihet si varri i Krishtit. Historikisht. Historikisht. Janë bërë tani shpejt, se teknologjia ka evoluar, janë bërë ekzaminime që ky është një varr 2000 vjeçar. Tjetër, kemi qefinin e Krishtit. Është në Torino. Që edhe sot janë bërë ekzaminime shkencore që mendohet se ky është një qefin që është mbuluar një person 2000 vjet përpara. Por në vitet 80 mbetemi pa këtu. Në vitet 80 u bë një mashtrim për në anglisht shrine, pra Shrine of Turin. U bë mashtrim vitet sepse quan një grup shkencëtarësh, pra dalin pak edhe disi tek keq informacioni që përhapet në botën. Pra aty quan një grup shkencëtarësh të cilët morën vetëm një pjesë të mbulesës e cila ishte anuar shumë më vonë dhe datuan si... Sepse ajo është djegur njërë, dhe janë bërë disa... Dhe nuk e morën në atë në originalin. Dhe së fundmi ka shkencëtarë të cilët nuk dinë si ta përshkruajnë si është bërë nëse do ishte falsifikuar. Aty kemi dhe një negativ, edhe një negativ dhe shkthyer në pozitiv. Vetëm në pozitiv, si mund të jetë vetëm një nxehtësi aq e madhe, sa që nuk ekziston as... Nuk mund bëhet me gjë njerëzore. Nuk mund bëhet me gjë njerëzore. Dhe kjo gjë duhet ripar. Duhet ripar, duhet teksuar, duhet shkruar në libra, duhet të rishkruar për një vërtetë. E drejtë. Po, si e vërteta shkëlqen si dielli, sado që të përpiqen, përveç se ka sharlatan, ka njerëz mashtrues, siç u bë dhe me teorinë e evolucionit. Sa dolën mashtrime këto evolucioni e tilla gjitha. Sepse kjo është shumë interesante. Unë e përdor në leksionet e mia në universitet. I them ke dëgjuar ndonjëherë për njeriu me bisht. Dhe pra është një legjendë urbane që po e kemi dëgjuar, e kam mësuar në shkolla, kur i thua me gjej një libër të lutëm ose një evidencë arkeologjike, zero nuk ka. Po pra janë slogane. Slogane që çarkullon edhe kthehet në besim, kjo është mëshme. Edhe këto slogane u vunë në sisteme totalitare në fillim, që ishte po se pranoja të penalizoheshe, por që fatkeqësisht gjetën jonë edhe në vendet liberale që materializmi nga që u bën qenie konsumatore, e mbylli veshët dhe sytë përpara gjërat të vërtetë ashtu siç është, sepse njeriu kërkon të përligj gabimet e veta. Dhe ateizmi ose si them mohimi i Zotit është një autosuggestion. Patjetër. Nuk është realitet. Persona të cilët duan ta heqin Zotin nga jeta e tyre, sepse Zoti është Zoti është ligjor, është moral dhe ka ligje. Atëherë dikush që të vjedhi do ta mohojë gjykatësin. Se i prishpon gjykatësi. Edhe dikush që do të bëjë një jetë të shturur, do ta mohojë krijuesin dhe ligjet e krijuesit thotë Zoti s'ekziston. Atë si thot edhe
Nietzsche më duket thotë kur derisa nuk ekziston Zoti, çdo gjë është e justifikuar. Kjo ishte arsyeja që ndodhen katastrofa. Ajo lufta e parë dhe e dytë botërore që njeriu bë, si them, njeriu bë antihuman. Deri këtu shkon, sepse në qoftë se nuk ka krijues, nuk ka qëllim dhe në qoftë se nuk ka ligj, çdo gjë justifikohet. Të çako sot 365 milionë të krishterë persekutohen apo diskriminohen në botë. Kjo është një shifër pa përmend te ju, sepse është reale dhe e vërtetuar. Pra, unë kam marrë të gjitha raportet ndërkombëtare, të cilët dalin me këtë numër të frikshëm të përsekutimit të krishterëve sot, ditët e sotme në botë, me 5.000 të krishterë të vrarë në Nigeri. Po. Çfarë po ndodh zotë Çako? Përse ky përsekutim na kujton kohët romake të para 2000 viteve dhe ka një rikthim në persekutimin e të krishterëve në të gjithë botën. Është besimi numër 1 më i përsekutuar. Pastaj ka edhe Islami, edhe Judaizmi, sigurisht që po. Fetë monoteiste persekutohen, po si krishterimi është... Fetë, më fali, besimet abrahamike po persekutohen. I pari ndërto është krishterimi. Dhe krishterimi persekutohet dhe nga këto tjerët që janë monoteiste. Por çështja është, nuk do çuditeni për këtë. Po të shikojmë Ungjillin, aty nuk ka slogane për të manipuluar turmat. Krishti ka qenë i drejtë për drejtë. Në qoftë se do ju dëgjon ju, kanë dëgjuar dhe mua. Qoftë se do ju kundërshton ju, kanë kundërshtuar dhe mua. I pari që kundërshtua në mënyrë arbitrare dhe antihumane që Krishti. Dhe kush do të vinë pas me, moj vetën të marrë kryqin e të më ndjek pas. Në librin e zbulesës në thuhet diçka, që shpirtat e martirëve që ishin në qiell i thonë Zotit, deri kur o Zot nuk do vësh drejtësi për gjakun tonë. Prisni, thot, derisa plotësohet koha dhe numri i martirëve si ju. Do me thënë, deri në fundin e kohërave do kemi martirë të krishterë. Çfarë është martiri? Është dëshmi. Fjala martir vjen nga martiria, do thotë dëshmi. Pra, të krishterët dëshmojnë si Krishti. Jo vetëm me fjalë, me vepra dhe me gjakë. Dhe kjo tregon që krishterimi është një e vërtetë. Nëse krishterimi do ishte një filozofi njerëzore, do kishte dështuar me kohë. Sepse si mund të bëjë një njeri një sakrificë sublime edhe me jetën që të pohojë diçka që është e gënjeshtër. Prandaj, fara e martirizimit që ka qenë çën shekullin e parë dhe vazhdon dhe sot dhe do vazhdoj deri në fund, është ajo që e ushqen krishterimin, pavarësisht se kjo duket që kjo shumë e bukur, por e ushqen krishterimin me jetë. Pra, martirët janë dëshmitarët autentik të besimit në Krishtin. Do të çakoj, martiri i parë ishte Stefani. Po, Stefani, po. Martiri i parë është Krishti, në shembullin e Shën Stefanit, në shembullin e Krishtit është Shën Stefani, po. Nuk mund ta quajmë Shën Krishti, pra bëhet fjalë për Shën Stefanin, pra martiri i parë. Se duhet të dalë diku. Martirët shqiptar, shenjtorët e parë shqiptar, dhe ata nga Durrësi. Durrësi ynë është fillesa e krishterimit. Dhe duhet teksuar kjo. Dhe ka shenjtor, ka martir, a mund t'i përmendim? Patjetër. Durrësi ka pas privilegjin para Krishtit dhe mbas Krishtit dhe deri më sot, sepse ka qenë një qytet historik me histori shumë të lashtë, dhe këtu lidhje ishte pika lidhse me perëndimin dhe me lindjen, sepse ishte fundi i rrugës Egnatia, që shkonte pastaj me det, shkonte në pjesën tjetër perëndimor. Dhe ishin gjithmonë pjesë e qytetërimit evropian dhe qendra, sepse këtu ka qenë qytetërimi. Dhe patjetër që këtu u krishtërimi u përhap që në shekullin e parë. Ne kemi dëshmi historike që Apostulli Pavli erdhi nga Jeruzalemi deri në Ilirik. Është në Bibël kjo. Kjo është shkruar në Bibël. Por jo nga Jeruzalemi deri në Ilirikum. Po, Ilirikum. Dhe ka kaluar nga Durrësi, sepse nuk kishte rrugë tjetër nga të shkonte në Rom. Ka lidhje me bishtin e Pavlit. Po, thonë që ka lidhje me bishtin e Pavlit, ose bishti i Pavlit dhe kjo pasaj është deformuar.
dhe ose kepi Pavlit. Çështja është që këtu që në vitet 56-60 mas Krishtit, kemi një komunitet të krishterë themeluar nga apostulli Pavli. Pastaj kemi Cezarin, që ishte një nga 70 dishepujt e Krishtit, dhe kemi pastaj episkopin Asti. Nuk dihet nga është origjina e tij, por në atë kohë perandoria romake ishin gjithë shtetas romak, ne nuk kishim këto kufi që kemi sot. Ai është martiri i parë në Durrës. Shën Asti, që kemi pa që njihet. Është dhe varri i tij këtu, është dhe varri i tij. I mbuluar nga koha, por që është këtu në Durrës. Dhe është një nga martirët e parë në Shqipëri. Kemi Shën Lefterin e Vlorës. Që dhe ky në moshë shumë të re u bë episkop, u dërgua nga Papa i Romës në Vlorë, dhe Vlora ishte një qendër në jug, siç ishte edhe Durrësi këtu. Dhe atje kemi martirizimin e Shën Lefterit, i cili ka dhe varrin, ka dhe ai lipsanet e tij në Vlorë, por që dhe këto janë humbur në kohën. Pastaj gjatë gjithë kohës ne këtu kemi pas shenjtor. Në çdo kohë kemi pas shenjtor martir, të cilët kemi pas në Butrind, Donatin kemi pas në Butrind, edhe aty do me thënë një qendër e madhe, ku ka pas qytetërim, ka pas dhe krishterim. Dhe ku ka pas krishterim, ka pas dhe martir. Dhe këta martir ishin ata që si temë e mbanin besimin në breza, dhe mbi këto martir ndërtoheshin dhe kishat, katedralet. Dhe këto për shembull sot janë qendrat ku ti studion qytetërimin e periudhave ndryshme. Në çdo për shembull Gërmosh do gjesh një kish, një katedrale siç ka pas edhe paleo-kristiane flasim. Kështu që këta shenjtor martir kanë qenë në Shqipëri. Kemi edhe Shëmblashin. Shëmblashi është një martir shqiptar i shekullit të 3. Që ka lidhje me Shëmblashin ose shpërën e Vllazhit në Laç. Aty ai ka qenë peshkopi i Sebastes, i Laçit sotëm. Ishte kohë për ndjekje, Agrikola ka qenë kohën e Shënastit, por nuk e mbaj mend atë perandorin asaj kohe, dhe Shëmblashi strehoi në një shpellë që dhe sot e kësaj dite, në kishën që quhet e Shën Antonit, që ai ka qenë manastiri i Shëmblashit, por në 1200-ën erdhën franceskanët dhe kthyen në manastirin e tyre, o 300, diçka më tepër, dhe ai është marrë që andesh kapur, është martirizuar në kodrën që kemi sot manastirin e Shëmblashit, është varrosur në Draç. Në Draç të ishte. Ka kriptën e tij të Shëmblashit. Në Draç? Në Draç, po. Dhe lipsani i tij ndodhet sot në Raguz. Dhe ka qenë një shenjtor lokal, dhe nga Durrësi deri në Raguz, ai ka qenë shenjtori lokal që nderoi më shumë dhe ka mbi 40 e ca kisha, 50 kisha. E kuptoj. Pra, ky vend ka histori. Mos flasim pastaj për periudha tjera që gjithmonë ka pas, sidomos në kohën e pushtimit osman, ke pas shumë martir. Ju përmendët një nga ndjekësit e Krishtit, nga 70-ët, Cezari në Durrësi. Po, Cezari Durrësit, pastaj Asti Durrësit. Da, Asti. Cezari, a ka të bëj ke vepra apostujve që përmendet të fala familjes së Cezarit? Ka dy interpretime. Po. Ose për Cezarin, perandorin familje e Cezarit, sepse nga familja e Cezarit kishin dalë krishterë, ose është dishepulli i Cezarit. Janë dy opinione. Ju personalisht këtë besoni? Nuk mund të them sepse këto pranohen të dyja, por Cezari është një person historik, sepse ai kaloi nga Durrësi, pastaj vajti në një episkopat tjetër, dhe dihet dhe jeta dhe fundi i apostull dishepull Cezarit, siç një nga 70. Ata njihen historikisht, sepse emrat e tyre njihen, edhe jeta e tyre dhe vdekja e tyre. Dhe Çako, cili është kërcënimi më i madh për besimin sot? Kërcënimi më i madh për besimin sot është indiferenca për vlerat hyjnore dhe morale të Zotit, është dhe materializmi. Sepse materializmi këtu i bashkangjitur dhe teknologjisë, kur ajo ka përcen kufit etik, dhe kjo bën një bumerang. Njeriu kthehet një qenie materialiste, pushon së menduari, vetëm ha, pi, se nesër vdes, dhe këtu bien gjithë vlerat morale.
Dhe kthehemi jo vetëm tek majmuni, qofse do pranojmë se jemi nga majmuni, po kthehemi tek majmuni, jo se jemi majmun, por bie më poshtë se majmunët dhe se kafshët. Sepse kafshët, duke të krijuar nga një krijues me disa kode, ato nuk devijojnë dhe janë brenda instiktit të tyre. Njeriu, përveç se ka pjesën e kafshës, ka mishin e tij, po ka shpirtin që e ka jo material, pra njeriu është mes botës qiellore, toksore, shpirtërore dhe trupore dhe është në lirinë e tij të shkojë drejt qiellit, të bëhet i ngjashëm me Zotin, shok i angjëve, të adhurojë, falenderojë Perëndin, ose të kthehet në nivelin e kafshës. Por bie më poshtë se kafsha, sepse kafshët nuk bëjnë denaturalitet. Dhe sot jemi në një shoqëri e cila duke devijuar nga besimi, prandaj quhet një brez apostat, ne po kthehemi në materializëm, duke ndihmuar thash nga teknologjia, në egocentrizëm eusforik dhe po kthehemi në denaturalitet. Edhe për të justifikuar, ligji që fatkeqësisht u votua edhe në parlamentin ton, i hap rrugë një denaturaliteti që na kushton të gjithëve. Si e pritën komunitetet fetare në Shqipëri këtë ligj? Komunitetet fetare janë të zhgënjur sepse ata bën një rezistencë, bën një dëshminë e tyre, një ankesë të tyre që u duk në fillim se u pranua nga shteti, nga qeveria, nga ligjvënësit, por u kthye mbrapsht ai ligj, edhe pse komunitetet fetare dhe shoqëria civile dhe një opinion i gjerë nuk bie dakord me disa hapësira që mund t'i lejmë degradimit të familjes burr-grua, ai prapë votua. Pra, nuk e di ç'a them, është diçka që jo vetëm na fyen, por edhe na shqetëson. Ku do shkojmë me këtë trend ne? Ne shqiptarët kemi provuar eksperimentin tragjik të mohosh krijuesin. Edhe në mënyrë kushtetuese. Edhe në mënyrë kushtetuese. Era e parë mund të quhet gabim. Po. Dhe ne faturuam gabimin një X-i. I mora ai me veten varr. Po. Edhe mallkimet e gjitha. Po tani, qofse ne do vazhdojmë përsëri kundër krijuesit, sepse ky ligj bie ndesh me atë çfarë ka krijuar krijuesi. Po. Edhe Perëndia e krijoi njeriu mashkull, femër, dhe gjinia është biologjike, nuk është shoqërore, sociale. Kur ne themi një gjini sociale shoqërore, këtu ke hapur kutinë e Pandorës dhe ti nuk i mbledh dot më këto gjëra. Prandaj këto janë eksperimente të cilat tani janë faje. Po kush? Po, kthehen në faje. Po faj ka kosto. Kush do ta paguaj këtë? Nëse ne jemi indiferent, edhe ne do ta paguajmë. Patjetër. Prandaj duhet që të gjithë neve, jo thjesht për të bërë një një kërëngritje anti-qeveri. Flasim të kërëngritje. Kjo nuk është diçka politike. Këtu po flasim për të mbrojtur vlerat e njerëzimit, mashkull femër, vlerat e familjes tonë tradicionale, që kemi ardhur deri sot, dhe fëmijët tanë, sepse problemi bëhet për fëmijët tanë. Ne jemi të rritur tashi dhe ne jemi imun nga çdo që mund na thonë. Ne kemi të fiksuar që jemi mashkull e femër, neve që flasim njerëzit normal. Por fëmijët e cili janë si e plastelina që ti e formë si duash, dhe kur këto bëjnë ligje, këto hyjnë pastaj në kurrikulën e kopsheve, shkollës. Prandaj, disa njerëz mendojnë se janë problemet tona këto. Zjarri ka rënë diku tjetër. Si ajo plaka, që thoshte që zjarri s'ka në shtëpinë time, por kur i ra pasaj në zjarri në shtëpinë e saj, filloi të ulëras. Kështu që çështja është le të ulërasim tani në kuptimin e mirë, të ngërëm zërin, që të kthehet në një referendum. Ta bëjmë referendum. Me referendum, çdo shqiptar e di rezultatin e atij referendumi. Po pse mos ta bëjmë? Çdo shqiptar e di. Derisa kjo nuk është për një pakesë, kjo është për gjithë neve. Le ta bëjmë referendum, le ta marrim përgjegjësinë të gjithë neve dhe të kemi drejtën të shprehemi. Kjo do kishte qenë gjëja më e dur dhe më. Prandaj ne duhet ta kundërshtojmë akoma këtë ligj, dhe pavarësisht se justifikohet, derisa kemi paqartësira, kemi frikrat tona.
Le të jemi transparent. Le ta thesim zëri popullit, zëri Zotit. Dhe është një betejë miraveçare që shumë faktorë të ndryshëm, perandori, qeveri, ideologji, parti, qeveri, janë munduar të luftojnë një institucion. Dhe ky institucion, që nga fillesa e deri më sot, nuk është rrëzuar kurrë. Ndërkohë të tjera këto që unë sapo thash, janë rrëzuar të gjitha. Ky institucion është institucioni i familjes. Po, sepse aty filloi jeta. Dhe mundohen ta luftojnë, ta tjetërsojnë. Askush nuk ja ka dal edhe nuk do ja dal më kurrë. Prap, shiko, Kryebashkopa Anastasi na thoshte një fjalë shumë bukur. Edhe budallaj nuk duhet në mbretësuar. Ja, çështisht. Të me thënë, se është e shprehje një budallaj gurlum, shkojmë gjithë tani ta nxjerrim. Çështja është në qoftë se ne nuk do flasim. Këto nuk mbrohen në mënyrë kështu a priori. Nuk do vi Zoti që të mbrojë jetën tonë. Unë jetën ja kam dhënë thot. Ju do ta mbroni jetën tuaj. Nuk preket Zoti nga kjo. Ne prekemi. Prandaj, ne nuk duhet thjesht të besojmë se s'ka përndodhur gjë sepse kështu ka qenë. Ka përndodhur në qoftë se ne do ta lëmë. Dhe fatkeqësisht to kanë për të ndodhur, e thot Krishti. Dhe koha e fundit e njerëzimit duhet si kohën e Lotit. Ju e dini koha e Lotit, që është koha e dy qyteteve në luginë e Jordanit, Sodoma dhe Gomora. Që ishin gjoja përparimtar, në thonë, për kohë. Avangard, progresiv. Pra si njerëzit u sot, njerëzit e ndriçuar që kishin nxjerr denaturalitetin, perversionin ligjëruar, që nga fëmijët deri te pleqët. Por ato qytete u shkatruan me zjarr dhe squfur dhe janë poshtë detit të vdekur. Që gjenden edhe gërmallat janë sot. Pse? Dhe thot Krishti. E përmendi që do vi koha prap. Po. Dhe kanë kaluar, domethënë flasim kohën e Abrahamit, 2000 vjet, jemi 4000 vjet. Jemi 4000 vjet. Ja, po erdhi prap. Dhe çështja është që tani ndoshta nuk ka zjarr e squfur, por ka zjarr që vetë kemi përgatitur. Këto bombat bërthamore që po flasim sot. Mos është zjarr dhe squfur për të dënuar për këtë mëkat global? Për të mos arritur aty, unë kam një pyetje. Po. Çfarë mesazhi do i jepni ju qytetarëve të Durrësit? Përse duhet besojnë? Frika e Perëndisë është fillimi i diturisë. Që do të thotë, jo frikë një fobi, frikë se ekziston një krijues, një ligjvënës, një gjykatës. Ky është fillimi i diturisë. Ktu fillon të mendosh si njeri. E dyta, thot Plutarku, qytetrim pa tempull nuk pash asnjëherë. Po. Në qoftë se ne duam qytetrim që të vazhdoj, duhet i japim rëndësi tempullit dhe jo ndërtesës. Atij që adhurohet brenda tempullit, që është Zoti. Dhe thotë një fjalë Krishti, pa mua nuk bëni dot asgjë. Do me thënë, Zoti ka për të gjitha. Për ne Zoti u bë njeri, zgjidhi problemin më të madh dhe të pamundur që njerëzit mund ta zgjidhin, mëkatin, sepse mëkati do shpagim, nuk falet thjesht me një fal. Mëkati do të shpagohet me gjak, jo me gjak kafshësh, me kurbane, as me gjak njerëz, sepse ne kemi të pisë me gjakun e Krishtit, që i ngji Perëndi që shtryen mëkatet e botës. Mundi armiku më të madh që ka njerëzimi vdekjen me ngjalljen e tij, çështja është çfarë mund të bëj akoma më tepër se ne. A mund të falet çdo kush? Çdo kush që beson Krishtin se ka vdekur për mëkatet e tij falet dhe Krishti kthehet avokati i tij. Çdo kush që nuk e beson Krishtin, mëkatet mbeten tek ai, sepse mëkati do shpagim. Dhe do paguaj vetë. Zoti Çako, faleminderit. Kënaqësi për mua. Por përpara se ta mbyllim këtë episod, tehet informues. Vim tek thënia e javës. Po. Thuajmë disa thënie të Po, me kënaqësi. Ne të shohim se çfarë na ka rezervuar providenca. Providencë fat nuk ka vetëm bekim.
për konceptin tonë. Prandaj edhe unë përdora fjalën providencë. Po. Mirësia është gjua që i shurdhëri mund ta dëgjojë dhe i verbri mund ta shohë. Mark Twain. Pikërisht për çfarë diskutojmë. Dhe është ajo që thotë shihoni Zotin se është i mirë. Aleluja. Shijoj Zotin. Të Çako, faleminderit, ishte shumë kënaqësi. Dhe për mua. Ju presim sërish. Faleminderit që na ndoqët, më takofshim në episodin e radhës.